Përshëndetje miq të Homecast, mirë se vini në një episod tjetër. Sot kam kënaqësinë që t'ju flas për kuzhinat dhe jo vetëm për kuzhinat. Pjesa kush mamat tona shpenzojnë kohën më të gjatë aty brenda duke na gatuar dhe duke na ushqyer. Kështu që unë sot do të flas me një nga përfaqësuesit e bizneseve të Home Atelier, që ka një showroom fantastik brenda qendrës Pajtoni. Do t'ju japim të gjitha ato truqe çfarë ju duhet për kuzhinat. Dhe unë kam kënaqësinë që këtë studio sot ta ndaj me një kolege timen, e cila është Joana Majko. Përshëndetje Joana dhe mirë se vjen në Homecast. Përshëndetje Ilber, shumë faleminderit për ftesën. Kështu që fillojmë drejt për drejt direkt futemi në temë. Joana, çfarë pozicioni keni në Home Atelier dhe na flisni pak pastaj për gjithë Home Atelierin, çfarë ofron dhe t'ju dëgjojmë me plot vëmendje dhe të marrim ato trupe që na duhen për kuzhinë. Në Home Atelier unë jam interior designer pranë showroomit, ku ndihmoj klientët me përzgjedhjet apo me projektet e tyre. Home Atelier nuk është thjesht një showroom mobiljesh ku ju shkoni dhe merrni një mobilje që e shihni në showroom. Në Home Atelier mobiljet mund të bëhen me porosi duke ju përshtatur dizajnit, dimensioneve apo detajeve të ndryshme që klienti ne na kërkon. Pse nuk quhet ndoshta një gjë tjetër, po e keni marrë emrin Atelier? Vetë fjala atelier do thotë që ka të bëjë me një punishte ku punohet në mënyrë artizanale, pra me punim dore. Vetë fjala atelier ka të bëjë me idenë e një punishteje ku çdo gjë prodhohet në mënyrë artizanale, pra nëpërmjet punimeve të dorës apo të mjeteve që nuk janë shumë të standardizuara. Duke qenë se është një punishte, ne i japim mundësinë klientit të krijojë mobilje të personalizuara dhe kjo e bën atë të duket një Atelier. Një atelier, po. Joana, un kam kuriozitetin, mund të më flasësh pak se si ka nisur Home Atelieri dhe ku pritet që ju të shkoni me gjithë, pavarësisht se ju keni dizajne fantastike në showroomin tuaj dhe shumë komplimenta për gjithë punimet që bëni. Historia e Home Atelier ka nisur që prej vitit 1987, ku në fillim e kam pasur ka qenë një biznes familjar me 2-3 persona dhe sot ka marrë një shtrirje të gjerë me mbi 50 të punësuar. Duke qenë që ka filluar më ceke pak që ka filluar në vitet shumë të largëta, ka filluar si një biznes familjar, çfarë ju shtyu që juve shtoni këto metrat katror kaq të mëdha në punishten tuaj? Duke parë që këto prodhimet tona artizanale po pëlqeshin nga klientët dhe kërkesa e konsumatorit filloi të rritej me kalimin e viteve, kjo na shtyu që të krijojmë në punishte një standard më të lartë të prodhimit të mobiljeve, duke futur dhe teknologji që janë më të përshtatshme për të krijuar mobilje me një cilësi të lartë. Nice. Vetë duke qenë që ma the që është një punimdore të gjitha, a bëni ju prodhime mastive apo i keni të dedikuara klientëve sipas, ose për shembull po e marr një shembull konkret. Për shembull, keni prodhuar një koltuk të bukur, po marr shembull, edhe këtë e bëni një prodhim masiv apo duhet qenë që punohet me dorë, ka një sasi të limituar të këtij produkti? Duke qenë se çdo klient vjen me kërkesat e veta, duke filluar që nga detajet e copave, të ngjyrave, lloji të materialit, ne përpiqemi që çdo produkt të ketë detaje të ndryshme nga tjetri. Duhet qenë që je interior designer në Home Atelier, mund ta di sipas jush çfarë do të thotë një mobilje e mirë? Ndoshta edhe nga ana profesionale, por edhe nga kjo puna kaq me detaje që ju bëni. Një mobilje e mirë nuk është vetëm ajo mobilje që duket në pamje e bukur, pra që të tërheq syrin. Një mobilje e mirë duhet të ketë standarde të larta në cilësi dhe patjetër të jetë funksionale. Nice. Po punishtja juaj si funksionon, Joana? Si e keni të ndërtuar ndoshta pjesën e punishtes? E gjitha nis nga klienti, i cili mund të vizitojë ambientet e showroomit ton, që mund të vi me një plan të bërë nga një arkitekt tjetër, ose në momentin që ai nuk e ka këtë planin, ne ofrojmë dhe konsulencën e arkitektit, duke ndjekur që nga faza 0 deri në fund që është normalisht mobilimi. Pasi është bërë projekti, janë zgjedhur materialet, janë zgjedhur teksturat, ngjyrat, çfarëdo lloj detaji që bën projektin total, ne këto ja dorëzojmë pjesës së punishtes, të cilët patjetër që janë të ndarë në sektor, dikush që merret me prodhimin e mobiljes, dikush që merret me tapicerinë, dikush tjetër që merret me lyerjen e të tjerë, ka disa procese. E kuptoj. Do të kalon gjitha fazat e punishtes. Nga eksperienca juaj deri në sot, duhet qenë që po flasim për kuzhina, po flasim për domagjumi, po flasim për kënde të bukura, cilat janë produktet e juaja më të shituara? Ku jeni ju, fokusi më i madh ndoshta juaj që ju e thoni që këtu jemi on top? Do theksoja kuzhinat, pasi janë të punuara me një mjeshtëri shumë të rrallë,
I kushtojmë shumë rëndësi detajeve, rifiniturave, gjithë komponentëve që bëjnë kuzhinën, organizimin, që është gjithashtu diçka shumë e rëndësishme, po ashtu dhe garderobat, që kanë aksesorët organizues, çdo detaj. Po ashtu shitje kemi pasur edhe për pjesën e këndeve, kanë qenë shumë të pëlqyer dhe Ja, shumë të bukura, edhe materiali shumë i mirë. Joana, sa kohë duhet që përmendë pjesën e kuzhinës? Sa kohë, se ne shqiptarët, po ta bësh re, gjithmonë kemi pas frikë, domethënë në të paktën në vitet e fundit na ka hap pak frika të bëjmë mobilje për porosi se na i të zgjati ndoshta këtë porosin. Tek ju në home atelier, sa kohë duhet nga momenti që porosit të kuzhinën, që të prodhohet, që të montohet, që bëj gjë, se ju ofroni besoj dhe montimin dhe çdo gjë te klienti. Atëherë po e nis që nga faza e parë, që pasi është rënë dakord për projektin dhe ai është gati për të hyrë në prodhim, si fillim në fazën e parë do bëhet prerja e të gjithë komponentëve, por marr si shembull kuzhinën, që normalisht do të jetë në bazë të standardeve që janë caktuar nga arkitekti, të prerja në mënyrë milimetrike në çdo detaj. Më pas vazhdoj me bordimin, që është gjithashtu një fazë shumë e rëndësishme. Nëpërmjet bordimit, mobilja merr një pamje tjetër, ngjan estetikisht më e bukur, gjithashtu dhe siguron më gjatësi, sepse e bën të jetë më rezistente ndaj lagështirës, ndaj goditjeve dhe në këtë mënyrë e bën më gjatë. Pas fazës së bordimit është lyerja. Theksojmë që çdo mobilje kur është varianti me lyerje, lyhet me 4 shtresa që e bëjnë edhe më rezistente dhe të jetë më gjatë. Pas fazës së lyerjes kemi dhoma të posaçme që ndodh procesi i tharjes. Procesi i tharjes është gjithashtu shumë i rëndësishëm dhe kërkon minimalisht 3 deri në 7 ditë për t'u tharë. Okej. Mbasi çdo gjë pak a shumë ka vajtur në vendin e vet, le të themi, bëhet implementimi i aksesorëve, që janë shinat, menteshat, gjitha këto detajet e tjera. Dhe pasi ka arritur ky produkt, stafi bën një check, le të themi, Të fundit me një të blok fundit, dorë. duke i montuar dhe duke parë se si do jetë statusi final i mobiljes. Kur çdo gjë është në rregull, çmontohet sërish mobilja, paketohet në mënyrë të kujdesshme që të shkojë sa më mirë tek lokacioni dhe niset gati për transport. Okej. Edhe transportin e bëni ju deri në lokacion, edhe montimin, Dhe apo? montimin dhe zakonisht kur apartamentet janë në kate më të larta dhe pjesën e ngjitjes së mobiljes e kemi free, domethënë e kemi pjesë. Okej. Super, shumë detaj i bukur. Duke qenë që jemi te kuzhina dhe unë dua ndalem pak këtu, sepse realisht është shumë e rëndësishme. Çfarë dallon një kuzhinë të mirë nga një kuzhinë që ndoshta nuk është e mirë? Si mund ta dalloj dikush që do ta blej? Sepse unë kam shumë të rëndësishme këtë që t'ua jap një këshill ndoshta atyre që na dëgjojnë. A ka disa truqe ose disa gjëra që mund ta shikoj realisht se është të punuar mirë? Një detaj janë rifiniturat, mënyra se si punohet, detajet, duhet vish afër, ta ndjesh mobiljen, ta prekësh, ta shikosh se sa me detaj është punuar. Pastaj ka të bëjë edhe normalisht cilësia, lloji drurit që është përdorur, mekanizmat, gjatësia që të ofron mekanizmi. Okej. Këto pak a shumë janë dy gjëra që ata duhet ti shohin në rast parë kur vinë shohin një mobilje. Kam edhe një kuriozitet, këtë kuriozitetin e kam nga historiku që unë kam dëgjuar nga njerëzit që blejnë kuzhina. A ka rëndësi trashësia e materialit drurit që përdoret, për shembull, kur është dop, po, domethënë kjo është nga çka kam dëgjuar se ndoshta nuk është profesionale, por që unë do e bëj pyetje se si unë ka shumë aty. Kur për shembull në një kuzhinë ka dopjo, është dopjo rasa, ku di unë se si i quaj, nuk e kuptoj, nuk e di, po a ka ndikim kjo gjëja apo nuk ka ndikim fare? Zakonisht spesorët e mobiljeve janë standarde. Për shembull, te melamina ka një spesor tek 1.8, MDF-ja një spesor tjetër, kështu që këto janë të standardizuara dhe nuk besoj se ka shumë rëndësi kjo. Domethënë mos ta shohim se sa e trash është ajo. Jo, Nuk ka rëndësi. Super. Po një pyetje tjetër që duhet që jemi prapë te kuzhina duke folur. Ko më përpara në gjithë shtëpiat tona ne kemi pasur shumë me kanata, me gjëra kështu. Sot ku kemi arritur me këtë modernizimin e kuzhinave të reja? Ndoshta duhet të prekësh pak edhe këto trendet e fundit të kuzhinave që prej vitesh tashmë janë bërë trende, edhe gjithë nëpër shtëpia i kanë, kush ka rikonstruktuar shtëpinë
Dhe dua të më cekësh edhe një pjesë tjetër pse ne nuk jemi më të kuzhinat standarde që kanë një aksesor ose që kanë një gjë që hapen, po janë të gjitha lisho mendoj kështu. Trendet e fundit kanë sjellë që klientët të mos kërkojnë më kuzhina që kanë doreza apo që janë përdorur po them vite më përpara. Mbetet përdorimi i dorezave kryesisht në klientët që kërkojnë diçka më klasike, neoklasike, por të gjithë pak a shumë synojnë drejt minimalizmit me përdorimin e golave dhe që mos të ketë shumë, me thënë, mobilja të jetë sa më e pastër dhe mos të ketë shumë ngarkesë. Ju ofroni edhe këtë trendin e ri, se kam parë që nëpër social media që i afrohesh ta kështu hapet vet apo jo. Te pjesa e kuzhinave bashkëpunojmë me firma prestigjioze siç janë Blum dhe Eger që ofrojnë mekanizma super të teknologjike që tashmë kuzhinën nuk ke nevojë ta hapësh me dorë në mënyrë manuale, por nëpërmjet pultit ti mund të hapësh kanatën. Me vërtet? Pas ka dalë edhe kështu. Okej, super. Sa shumë nga ka lecuar jetën ndoshta kjo gjëja. Edhe një pyetje tjetër. Si duhet të jetë e organizuar ndoshta një kuzhinë e mirë që të jetë funksionale? Si duhet i ketë vendosura gjërat në pjesën e pamjes ose për shembull ku është më e lehtë që të vendosen ato pjesët e lugës pirunit ose afër pianurës ose diçka si funksionon? Po, atëherë kryesisht nis me një mobilje të lartë që mund të jetë, po them, një frigorifer apo një kristaliere dhe përfundon po ashtu me mobilje të lartë. Që një kuzhinë të jetë sa më funksionale dhe më estetike duhet të plotësojnë disa kritere që të krijohet ai trekëndshi i famshëm, të jetë ergonomia, pra të respektohen distancat, lartësia, po ashtu edhe pjesa e aksesorëve është komponent që është goxha i rëndësishëm, pra të mirëmendohet ku do vendosen aksesorët e lupirunve, aksesorët e organizimit të koshave, kolona ushqimore që është detaj po ashtu shumë i rëndësishëm sepse ti në një kolonë ushqimore organizon gjithë ushqimet e shportës dhe xha e ke mendjen e mbledhur se gjitha ushqimet i ke në një hapësirë të dedikuar vetëm për to. Për to, okay. Kam edhe një pyetje tjetër, sepse ne shqiptarët ndoshta nuk e kemi pasur kulturë, paktën nga familjet tona. Gjithmonë furrën e kemi pasur të vendosur poshtë. Sot e shikojmë që është integruar shumë më lart. Pse ndodh kjo gjëja? Është për çështje që të jetë më funksionale, është më e mirë e menduar apo është thjesht çështje dizajni? Unë mendoj se është thjesht çështje dizajni. Gjan më bukur ndoshta kur është në tip kolone sesa kur është poshtë sepse është pianurës. Okej. Nice, shumë ide e mirë. Po, Joana, si kanë ndryshuar tani kuzhinat edhe me këtë pjesën e ishullit? Ku sugjerohet ose pse erdhi ky trendi? Si është organizuar kjo mënyra një kuzhine me një ishull? Se edhe pse shumë tek ne për shembull në Shqipëri shumë kanë filluar ta bëjnë edhe në ambiente ndoshta që nuk është shumë e përshtatshme, kanë menduar që hajt i bëjmë edhe një gjë kështu gjatë para që ta kemi. Do thënë si është realisht? Kjo është një ndër pikat kyçe që unë gjithmonë bisedoj gjatë e gjerë në showroom me klientët, pasi të gjithë më vinë me një strategji, unë dua ishull. Ama jo në të gjitha ambientet ishulli mund të vendoset pasi kërkon një hapësirë të posaçme dhe dedikuar për të. Kryesisht janë apartamente që janë të mëdha, ato që e pranojnë ishullin dhe kuzhina që në vila ose në që përshtatet me. Okej. Pjesa e ishullit zakonisht shifet edhe si një hapësirë pune, ku ti mund të presësh perimet, mund ta përdorësh si një vakt mëngjesi, padyshim, dhe më pas ti organizosh apo ti vendosësh në procese të tjera si në furr apo është më kollajt, se pres diçka e merr direkt e merr edhe në furr. Po un kam parë që edhe ishujt janë të integruar për shembull edhe pjesa e lavamandëve. Po, është diçka. To besoj që është në hapësirë shumë. Por duhet një hapësirë e madhe patjetër. Okej. Nga eksperienca juaj, Joana, kur kemi këtë hapësirën e vogël që thua që ky ishulli duhet të implementohet në hapësira të mëdha. Po në këto që kanë në apartamente jo shumë të mëdha, por duan patjetër një diçka që t'i japë idenë e ishullit. Si e mundsoni këtë pjesën? Çfarë bëni? A ka ndonjë truk tjetër? Zakonisht kur është e pamundur për të vendosur dhe tavolinë ngrënjeje dhe ishull, ne dizajnerët e zgjidhim në një mënyrë tjetër, duke vendosur një detaj që është disi dhe tavolinë ngrënjeje, po dhe ishull. Duhet qenë që jemi prapë të kuzhinat, se pastaj duhet edhe mbyll këtë pjesën e kuzhinave dhe të rikthehemi në gjërat e tjera. Çfarë mendon ti, Joana, cilat janë, se unë besoj që ka njerëz që
të rinë, ndoshta të reja që janë për familje dhe po ndërtojnë shtëpitë e tyre, po ndjekin shumë këto trendet e TikTokut, Instagramit, të një kuzhine me ngjyra të theksuara ose diçka. Ju a bëni kur vin, a kërkojnë një konsulencë apo duan patjetër dua këtë ngjyrë? Cilat janë ngjyrat që realisht në një kuzhinë, sepse kuzhina është një investim, apo jo? Patjetër. Edhe minimumi do të mbijetoj 20 vjet, mendoj. Shqiptarët pak në këtë koncept kam, ose 10 vjet. Cilat janë ngjyra që nuk dalin nga moda? Ne zakonisht sugjerojmë një palet ngjyrash, kryesisht e bardha, gria, grezha, që është miksimi i gris me bezh, te variantet që janë me lyerje, padyshim. Pastaj tek variantet që vinë të gatshme, mund të bëhet një kombinim midis ngjyrave të tokës, tek materialet pastaj që i përzihen që janë të gatshme, që kryesisht kanë këtë tendencën të ngjajnë dizajnit të drurit, që mund të vi lis, pish ose ar. Mund të bëjmë një kombinim pra me materialin e lyer me këtë të gatshmin, që në fund të ditës të bëhet një kontrast dhe si të thuash ti kenë të përdorura të dyja tonalitetet. Okej, a keni pas një klient që ka guxuar shumë me ngjyrë në kuzhinë? Po, një prej tyre ka qenë dikush që ka bërë kuzhinën në ngjyrë pistakjo. Okej. Edhe realisht ka qenë vërtet shumë e bukur, por unë i jap një këshill klientëve që mos guxoni në ngjyra që në fund të ditës do dalin nga trendi. Domethënë rini tek ngjyrat që nuk dalin kur nga moda dhe janë gjithkohës trend. Po, e vërtet, sepse nuk e di, mendoj që mund të jetë shumë e lodhshme që të kesh gjithkohën një ngjyrë pistakjo para syve ose të gatuar gjithkohë, po nëse është zgjedhje personale funditës. Po kuzhina e zezë, edhe kuzhinën e zezë mendoj që ka dalë pak e zezë. Kështu errët shumë. Ka dalë pak edhe në modë edhe kjo kuzhina e errët. Kuzhinat që kanë tonalitete të errta kryesisht guxohet me bangon, që mund të vi në tonalitete të errta. Pastaj mund të bëhet një miksim, një kombinim midis drurit të errët dhe kjo e tregon shumë shik, e tregon shumë luksoze kuzhinën. Po, edhe nuk mendoj që del nga moda në kjo lloj ngjyre kaq e. Jo, është goxha me interes edhe nga klientët. Okej. Po, nëse un kam një ambient të vogël në apartamentin tim dhe dua të bëj një kuzhinë, ju çfarë ngjyre më sugjeroni që duket që t'jap edhe një larmishmëri të madhe të syrit ose Patjetër që tonalitetet e hapura, to që përmenda më lart, sepse gjithmonë ngjyrat e errta e zvogëlojnë ambientin, e bëjnë të duket pak i mbytur. Dhe një truk tjetër që shtëpia të ngjaj, apartamenti të ngjaj më i madh është gjitha mobiljet, domethënë të paktën kuzhinën ose garderobat shkojnë deri në tavan, se krijojnë atë ide e gjatë. Okej. Edhe mendoj ngjyra e bardhë godet shumë në e bardha, e pistët i themi ne. Okej. Dhe tonalitetet e bezhës, neutralet, të ngrohta. Të ngrohta. Super. Besoj se kemi ezauruar kuzhinën deri në pikën Y, po tani duke menduar këtë gjë më erdhi një pyetje tjetër. Kuzhinat mund të jenë shumë të bukura, por ka raste që shpesh herë në kuzhina nuk ka ndriçim, po që nuk është ndriçimi aq i madh natyral. Se ka apartamente që nuk kanë ndoshta dritare kështu të mëdha që të rrahe drita në kuzhinë. Sa i rëndësishëm është ndriçimi artificial në pjesën e kuzhinës, që ju keni bërë për shembull një punë shumë të mirë, ama që të duken këto detajet, ajo pjesa e trurit, ajo dyerja perfekte, do një ndriçim. Sa e rëndësishme është kjo gjëja që është shumë i rëndësishëm. Ndriçimi jep jetë mobiljes. Një detaj që e ofron Home Atelier është që brenda kanatave të kuzhinës ne ofrojmë ndriçim të integruar LED, që jo çdo kompani mund ta ofrojë. Që ti shumë mirë një ditë hap kanatën, shef që aty ka LED, e shef më mirë produktin që do marrësh, po dhe të jep një tjetër ndjesi kur. Okej. Po edhe në pjesën e jashtme janë të rekomanduara, për shkak që nëse ti ke një mobilje të madhe në kuzhinë të madhe, të integrosh spote për shkak që të vahe më shumë tek pjesa e kuzhinës, që ta tregosh pak atë detajet. Po, është e rekomandueshme, po zakonisht pjesa e ndriçimit kërkon një specialist. Okej. Kryesisht çfarë përdoret më së shumti janë tonalitetet e ngrohta të spoteve natyrale, që japin një ndjesi, një imazh më natyrale. Të dritës natyrale. Super. E mbyllëm këtë pjesën e kuzhinave. Ju keni specialitetet e këndet. Keni ca kënde shumë bukura në showroomin tuaj, i kam parë edhe copat çdo gjë. A mund të flasësh pak më gjatë për këtë procesin tuaj të këndeve?
Tek pjesa e këndeve dhe poltronave, do theksoja copat dhe cilësinë e sfungjerit me të cilën ato punojnë. Po se gjithë mamat shqiptare në faqet të ndërpres ton i ka rënë sfungjeri i këndit. Kish një pyetje shpesh që më bëhet sa është vinë klientët, sa jetëgjatësi ka sfungjeri ose a do ketë gjatësi më të madhe se 2-3 vite? Dhe po, patjetër, ne sigurojmë mbi 10 vite garanci për pjesën e sfungjerit. Është një sfungjer premium që punohet me shumë kujdes, ka të përdorura susta qeliku që krijojnë suspacionin dhe amortizimin. Gjithashtu ka dhe dënsi të lartë dhe një truk. Sa më lart të jetë dënsia, aq më mirë cilësia e sfungjerit. Okej, si do se kisha ditë. Tek pjesa e copave, pastaj punoj me kategorizimin e copave. Copat janë të një standardi shumë të lartë, janë të certifikuara në bazë të standardave Oekotex, antialergjike, janë copa që pastrojnë shumë kollaj, copa që e bulzojnë ujin ose çfarë do lloj komponenti të lëngshëm, duke e bërë më të lehtë për ta pastruar sipërfaqen. Gjithashtu, një informacion i rëndësishëm për të gjithë familjet që janë pet friendly, neve kemi copa dhe të specializuar për pet friendly. Super, do të them për kafshët është perfekte. Super, mi zgjidhje shumë e mirë. Tekstilet. Shpesh herë njerëzit tyzohen te tekstilet, nuk e di pse. Më shkojnë edhe prekin direkt atë divanin çfarë tekstili ka. Cilet nga tekstilet ju keni më që ju personifikon ose ku di unë, që ndoshta keni shitjet më të mëdha të Atëherë ne ofrojmë larmishmëri materialesh, sa i përket teksturave, që nga velveti, kamoshi, lëkura, bukleja që është edhe shumë trend. Zakonisht te klientët ofrojmë gjë e parë që ju themi është zgjidh një copë që pastrohet kollaj. Dhe kryesisht nga familjarët që kanë edhe fëmijë të vegjël, ka pasur shumë kërkesa për të tilla copa që pastrojnë shumë kollaj, nuk mbajnë njollën edhe nuk e përthithin ujin, se dihet që fëmijët po normalisht kanë ato hallet e veta. Një pyetje që më vjen natyrshëm është sa reziston një kënd në një shtëpi që përgjithsisht ka përdorim të lartë, si ti do të thotë nuk është se unë për shembull jetoj vetëm dhe e përdor vetëm darkë, shkoj ulem aty 2 orë dhe iki. Por përgjithsisht një kënd i mirë, çfarë jetëgjatësie mban? Për personat që kalojnë një kohë të gjatë në shtëpi, ne ofrojmë një 10 vjeçar njerëz të sigurt, por për personat që e kalojnë kohën, ka një rutinë më të ngarkuar, e kalojnë kohën më pak në shtëpi, mund të shkojë edhe mbi 10 vite. Okej. Super. Po, në qoftë se një klient i juaj ka bler tani dhe se më rrim dalin kështu gjëra që të di dhe të kuptojmë se dhe home atelier vetë si funksionon. Ka bler këtë këndin tek ju. Pas 3-4 viteve, kjo pjesa e tekstilit nuk i pëlqen më. Mund të ribëhet dhe i herë ndryshimi i tekstilit lart apo jo? Apo është e pamundur? Ne nuk e ofrojmë si shërbim këtë. Okej. Kur klienti e zgjedh atë këndin, do të jetë i bindur për çfarë ka zgjedhur. Më zgjedhë një herë e mirë dhe pik. Okej. Dhe nuk do i lindi nevoja ndonjëherë për ta ndruar, vetëm po ju mërzit ngjyrat. Po ngjyrat në kënde. Cilat ngjyra sugjeroni ju? Duke qenë edhe profesioniste në interior designer, po duke qenë edhe se jeni edhe pjesë e home atelierit, i njeh edhe shumë mirë nga brenda. Siç e theksova edhe më parë, tek këndet ne ofrojmë larmishmëri ngjyrash dhe teksturash. Kryesisht preferohen tonalitetet e bezhës, kafe, moka, ka pasur raste edhe ngjyrë ulliri e errët, terakota për ndonjë thyerje. Pra, pak a shumë këto janë tonalitetet që ne sugjerojmë, por edhe klientët i pëlqejnë. Duke qenë që më dhe ka shumë llojshmëri për këndet, divanet, për poltronet, për kuzhinat. Përgjithsisht kur vjen një klient te ju dhe ju merr ka ardhur në dorë me projektin edhe thotë shiko dua ta implementoj. Ka ndonjë gabim që përgjithsisht shqiptarët bëjnë, qoftë kuzhina, qoftë çdo gjë, ku diun. Një ndër gabimet që bëjnë klientët kur vinë në showroom është e para është ndryshimi i planit që kanë nga arkitektët e tyre. Kërkojnë të shtojnë elemente pafund, edhe pse
gjë janë konsultuar me të I ka vendos pikat mbi I dhe prap po, duan të bëjnë ndryshime pasi nuk kanë faj, aty përballen me një larmishmëri produktesh, kështu që konfuzohen. e vërtet. Okej, edhe kjo është i çfarë zgjidhje ju gjithmonë jeni fansa që t'i rrin atij projektit të arkitektit, më thënë që ndoshta mund të ndryshojnë një ngjyrë ose një gjë tekstil, një formë tekstili, por jo të rikonceptojnë ndonjëherë nga fillimi gjën. Ka raste që dhe rikonceptohet kur klienti ka ngul në fund ditës është e drejta e tij. Okej. Por çfarë ju sugjeroj unë është që të mos fokusohen shumë tek detajet e fundit, do me thënë shtojnë sa më shumë dekore. Është më mirë të përzjedhin një cilësi dhe të investojnë te kuzhinat se normalisht aty do gatuajnë dhe ne gjithmonë ju sugjerojmë të marrin një material më cilësor për kuzhinën, ndryshe nga garderoba që mund të bëhet edhe me një material më ekonomik se sot dihet që gjithë apartamentet janë të izoluara kundër lagështirës dhe nuk do e kenë këtë problemi. Problematikën. Kështu që ne këshilla e parë është qëndroj i projektit, investo te kuzhina, investo tek komponentët që ti do i përdorësh më së shumti, bëje ambientin tënd më funksional. Okej. Po që t'jetë gjithçka t'jetë funksionale dhe mos të rihet merret me 100 gjëra lart e poshtë. Duhet qenë që përmende të gjithë këto gjëra. Dua ta di çfarë bën produktin tuaj premium. Duhet qenë që flasim realisht për mobilje shumë të mira. Për ju që nuk e keni parë poshtë çfarë bëhet te showroom-i është një bukuri fantastike, ju betohem. Për këtë jam vëmbast. Premium produkti nuk e bën vetëm cilësia. Se është zgjedhur materiali më cilësor, për këtë ta garanton firmat prestigjioze, brandet Eger dhe Blumi, por pikë kyçe është edhe mënyra se si punojnë. Detajet, mënyra se si mobilja është ekzekutuar, rifiniturat, e gjitha ka të bëjë edhe me mjeshtërinë e punëtorit që e ka prodhuar mobiljen. Nice. Edhe kjo tregon të historia, vitet punës tuaj, kështu që komplimenta sërish. Punoni me garderoba të personalizuara? Po, patjetër. I përshtatemi, siç e theksova më lart, dimensioneve, llojit të materialeve, detajet, aksesorët e ndryshëm. Jemi te garderoba, a jemi te ky trendi me shinë apo ka trende të tjera që kanë ardhur në pjesën e garderobave? Zakonisht garderobat me shinë aplikohen në hapësira të vogla që normalisht nuk ka distancë për t'u bërë hapë kolla krevati. Dhe nuk e çfarë të bësh në ato momente, vetëm ajo është zgjidhja më funksionale. Kryesisht përdoren garderoba dhe pëlqejnë mas garderoba që kanë detajet e xhamit, pra ne kemi filluar me këtë pjesën e detajeve të xhamit që të ne ofrojmë larmishmëri detajesh të xhamit që fillojnë nga 100% black, 70% black, xham pasqyrë, xham bronze, domethënë e gjitha normalisht do të ketë një lidhje me pjesën tjetër të interiorit. Okej, me ndriçim brenda, si kam parë që edhe është me ndriçim brenda dhe po, edhe me ndriçim vet. Aksesorët për varjen e për orat, për bijuterit, aksesorët për varjen e xhinseve, për këmishat. Tani një kuriozitet se jemi këtu te raftet. Kur prodhoni, më shumë hapësirë jeni burrit apo gruas? Një detaj të vogël që doja të theksoja është që ne nuk prodhojmë pa rënë dakord gruaja. Okej. Normalisht është në mënyrë të barabartaj. Se cili ka nevojë për hapësirën e vet. E vërtet, duhet të çik thyerje. Tani duke qenë që i përmendëm kaq shumë gjitha detajet, unë dua të dalem edhe në një pikë kyçe që ju jap informacione gjithë atyre që më ndjekin. Ku ndryshon melamini, druri natyral, MDF-ja nga njëra tjetra? Dhe realisht si mund t'i dallojmë në mënyrë reale që ato janë, se besoj edhe kopje bëhen ato, po nuk e di, po unë dua realisht të jap një informacion. MDF-ja është lloj druri që ka densiteti të lartë, është goxha cilësor, të jep shumë avantazhe pasi mund të prehet, mund të modelohet, mund të frezohet apo edhe të lyhet në bazë të nevojës dhe dëshirës së klientit. Nga ana tjetër, melamina është material më ekonomik, është panel i gatshëm, vjen në tekstura të ndryshme që i ngjasojnë drurit të ahut, të pishës, të lisit. Ndryshe nga MDF-ja nuk ta jep shumë mundësinë të ripërpunohet apo të rimodelohet. Ajo është edhe pikë, nuk ndryshon, ndërsa MDF-ja mund t'i japësh ato. Pastaj druri natyral dihet që është natyral, është i papërpunuar, ka një gjatësi më të madhe.
e tham edhe pjesën e drurit, e gjitha e morëm vesh, e kuptuam tani dhe do jemi shumë të kujdesshëm. Unë personalisht kur bëj kuzhinë, që do vi aty edhe do t'i trokas gjitha me radhë, t'i shikoj me detaje. Unë dua të dal tek pjesa që Home Atelier është pjesë e qendrës Pajtoni, projektuar shumë kohësh dhe dua të di pak si e keni gjetur veten ju në qendrën Pajtoni dhe ma thuaj edhe eksaktësisht në çfarë kati ndodheni. Edhe unë kush shfim ato shkallët është gjë e parë që sheh. Po, siç edhe te Ylber, neve jemi direkt te kati parë, sa gjithë shkallët elektrike, lexon aty Home Atelier. Zgjodhëm të jemi pjesë e Pajtonit, pasi vetë qendra Pajtonit ofron shumë facilitete, është një qendër multifunksionale, këtu gjen çdo gjë që i duhet shtëpisë, duke filluar që nga faza e pllakave, hidrosanitaret, parketi, mobiljet e deri te dekoret pastaj. Ju aktualisht keni një showroom. Keni ndonjë plan për këtë vit se çfarë do bëni në vazhdim? Duke parë që kërkesa e klientëve është rritur për produkte dhe kërkojnë sa më shumë risi, gjëra të reja në showroom, ne po zgjerohemi në Pajton dhe po marrim shumë metra katror të tjera për të sjellë për klientët sa më shumë produkte, sa më shumë risi, teknologji të reja dhe do bëhet realisht shumë bukur. Edhe unë imagjino, unë e dashuroj këtë showroomin tuaj të parë, imagjino kur shtoheni dhe upstairs, thjesht jam duke pritur momenti që unë kur shoh atë rezultatin në fund. Do jetë vërtet një kryevepër, as nuk e vën diskutim. Home Atelier i gjithmonë godet shumë me gjithë mobiljet dhe me bukurinë edhe të showroomit edhe çdo gjë. Jeni shumë detajist, urime. Po, faleminderit. Tani unë kam një pyetje tjetër, se më erdhi kështu natyrshëm para se dal tek episodet tjera që unë dua të jap ca këshilla për ato që na dëgjojnë. Kam ardhur, unë jetoj jashtë shtetit. Edhe kam ardhur tek Home Atelier se dua të shikoj ca gjëra aty. Unë ka rruga, dua të shikoj, pëlqen diçka. Dhe dua të porosis diçka nga jashtë. Si ja bëni ju? Ofroni këtë shërbim apo? Apo më thua merr po duash tani ose s'ka? Në Home Atelier ne ofrojmë edhe produkte ose porosi që mund të shkojnë dhe jashtë shtetit. Kryesisht kemi pasur projekte të përbashkëta me klientë që jetojnë në Zvicër, në Belgjik, Holland, kudo në Europë. Dhe patjetër kanë ardhur në showroom, kanë parë produktet, ju ka pëlqyer dhe kanë ndjekur gjithë mobilimin me ne. Sa gjë e bukur. Ja, lehtësia më e madhe. Çfarë do më njeriu nga jeta? Merr cilësinë, merr cilësishmja, transportin dhe montimin e bën po Home Atelier. Pra, punëtorët tanë shkojnë ca ditë në Zvicër, shkojnë ca ditë në Itali për të montuar. Shi sa mirë, e keni dhe falas. Do të thënë imagjinohet çfarë faciliteti, do të thënë ku ka më bukur. Bravo, vërtet bravo. Tani unë do të kaloj tek këshillat që duhet t'u jap atyre që na ndjekin. Cilat janë një 2-3 pyetje që ndoshta çdo kush do të vi të bëjë një porosi, jo vetëm tek ju, por kudo, që duhet i bëj para se ta blejë një mobilje ose para se të hyjë në prodhim ose bëjë dealin e fundit. Pyetja e parë është cilësia. Sa do jetë gjatësia e kësaj mobiljeje. Pastaj kalojmë tek pjesa e transportit. A është falas, a është kundrejt një pagese? Dhe pyetja e fundit, për sa ditë do më vi mobilja në shtëpi? Afati kohor. Okej. Pra nuk bën kompromis me afatin kohor, keni parasysh këto gjërat. Çfarë duhet të ketë patjetër një kuzhinë që të quhet moderne? Kuzhina është diçka personale, varet se si qaset personi, është diçka individuale. Kryesisht që të jetë moderne duhet të luhet me tonalitetet e ngjyrave, me qasjen e aksesorëve të përdorura, por pse jo kur ka hapësirë të konsiderueshme edhe një ishulli që është kaq i kërkuar. Ai ishulli që ne e tham më përpara. Si ta kombinojmë kuzhinën me pllakat dhe parketin? Duhet kemi një gjë parasysh kur duke qenë se kuzhina është hyn tek pjesa e mobiljeve dhe mobiljet janë një hap më i vonshëm, dihet që parketi xha është vendosur, kështu që duhet të përshtatemi me ngjyrat e parketit. Zakonisht kur parketi hyn tek tonalitetet e hapura, dihet që dhe mobilja do jetë në atë palet, ndoshta pak më errët ose pak në ato, po të jetë në të njëjta tonalitete, që mos të krijohet shumë kontrast dhe të bëhet e lodhshme për syrin. Super, shumë këshilla e vlefshme. Çfarë këshilla keni për njerëzit që kanë një buxhet të kufizuar, por që normalisht do të kanë pak shpirti për cilësi? Kur klientët vinë me një buxhet të kufizuar dhe na i thonë që në fillim që unë kaq kam menduar të shpenzoj për pjesën e mobilimit, ne përpiqemi që në ambientet ku duhet patjetër të investosh në një material cilësor, ti kushtoj rëndësi më shumë atij se sa ambienteve të tjera. Që kështu bëhet një preventiv, bëhet një llogaritje, pak më shumë te pjesa e kuzhinës, duke toleruar tek pjesa e garderobës,
Që dhe kështu klienti ta plotësoj buxhetin e vet. A ja vlen të investosh më mirë në një mobilje të mirë apo ti marrësh nga këto të gatshme që janë fast? Unë mendoj që të investosh, të marrësh një mobilje të mirë, të punuar me cilësi, me standarde lartë, sesa mobilje që prodhohen janë mobilje prodhim serie dhe maksimumi 2-3 vite do të mbijetojnë. Po. Duke qenë që pajtoni është edhe një fushat për horekën. Çfarë ofron Home Atelieri për pjesën e hotelerisë, kafeneve, restoranteve dhe gjitha këtyre? Home Atelier për pjesën e fushatës Horeca ofron një larmishmëri produktesh që fillojnë që nga krevatet për ambientet luksoze në për hotelet, pjesën e garderobave që normalisht janë garderoba me një të projektuar në një standard ndryshe nga ato që shohim në për shtëpi, janë tip garderobash të hapura, praktike, gjithashtu edhe tek ambientet hyrëse të hollet për tronet, ato për tronet. Home Atelier ofron padyshim larmishmëri poltronash, modelesh të ndryshme, që nga ato që vinë hard deri tek modelet këndore, padyshim një larmishmëri materialesh dhe produktesh. Super. Të gjithë ju që keni hotelet dhe restorantet, një pikë kyç që këtu vakt në vesh. Tani para se ta kalojmë te pjesa e fundit fare, unë dua të bëj disa pyetje të shpejta. Kështu, ndoshta është edhe në shijen tuaj, por le ti bëjmë këto pyetje kështu nga një profesionist, marrim një këshill ose një mendim. Okej. Kuzhina mat apo glossy? Patjetër që mat. Dru i hapur apo dru i errët? Është diçka personale, varet gjithmonë nga personi, nga individi, por ngjyrat e hapura pëlqejnë njerëzakonisht shumë, kurse tonalitetet e errëta i bëjnë ambientin më shik, më prestigjioz, Okej. Minimalist apo klasik? Varet edhe kjo varet nga klienti, nga eksperienca njerëzit po shkojnë më shumë drejt minimalizmit. Kuzhinë me ishull apo pa ishull? Patjetër që me ishull kur është mundësia. Kur është mundësia, okay. Garderob me dy rrëshqice apo me hapje klasike? Me hapje klasike. Me hapje klasike. E bardha apo këto ngjyrat që janë pak shumë më të ndezura? E bardha nuk del kur nga moda, kështu që qëndroni tek e bardha, normalisht duke futur ca detaje të ngjyrave për të krijuar një ambient, një atmosferë më të bukur. Mirë. Joana, falenderoj shumë. Shumë faleminderit Ilber. Besoj se kemi dhënë këshilla të vlefshme, edhe falenderoj edhe juve si Home Atelier për gjithë gjërat e bukura dhe speciale që ofroni brenda qendrës Pajtoni. Shumë faleminderit Ilber, dhe për mua ishte shumë kënaqësi të ndaja me ju këto idetë juaja. Dhe miq të Homecast, ju falenderoj shumë për këtë episod. Ne do shihemi si gjithmonë pas 2 javësh të mërkurë në orën 19 në YouTube, kështu që ju përshëndes edhe kaloni mirë.